I nderuar kryetar, të nderuar deputet, sot paraqesim një projekt ligj me rëndësi të veçantë për shëndetin publik, projekt ligjin për produktet biocide. Edhe pse në pamje të parë duket një paketë specializuar teknike, realiteti është se ky ligj prek jetën e përditshme të qytetarëve. Ky është ligj që vendos në qendër të tij sigurinë e qytetarëve. Produktet biocide përdoren në spitale, në shtëpitë tona, në industrinë ushqimore ose në ambiente kolektive. Për këtë arsye, standardet për to duhen të jenë të qarta, të unifikuara dhe të garantuara në mënyrë që mbrojtja e shëndetit publik të mos vijë në kurrizë të sigurive të qytetarëve. Për më shumë se 10 vjet, Shqipëria ka funksionuar me një kuadër ligjor të pjesshëm, jo plotësisht të harmonizuar me legjislacionin evropian. Boshllëqet ligjore kanë sjellë një proces jo të strukturuar e transparent për të vlerësuar sigurinë dhe cilësinë e këtyre produkteve. Sot ne e mbyllim këtë boshllëk. Ky projekt ligj e vendos Shqipërinë në të njëjtin standard me Bashkimin Evropian, duke adoptuar parimet e rregullore së BE-s e duke sjellë një model modern dhe të qëndrueshëm. Projekt ligji që po shqyrtohet sot është një shembull i mirë që integrimi i standardeve europiane shtrihet në çdo qeliz. Ai sjell mbrojtjen e shëndetit publik dhe lehtësimin e tregtisë sipas standardeve europiane. Pse është i domosdoshëm ky ligj? Para të gjithash, për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Produktet biocide nuk janë produkte të zakonshme, pasi përmbajnë substanca aktive që mund të jenë të dëmshme kur nuk përdoren apo nuk kontrollohen ashtu siç duhet. Mungesa e kriterieve detyrueshme krijon të mundësinë që në treg të depërtonin produkte të pasigurta. Me këtë ligj, çdo produkt i tillë do të kalojë një proces të qartë vlerësimi, duke u testuar efikasiteti, përbërja si dhe rreziqet e mundshme. Ky projekt ligj i jep fund edhe fragmentimit të deritanishëm. Për herë të parë krijohet një regjistër kombëtar i produkteve biocide, një databazë transparente ku çdo qytetar, çdo biznes, çdo institucion publik mund të verifikojë se cilat produkte janë të autorizuara dhe cilat jo. Për herë të parë sigurojmë që produktet biocide që do të tregtohen në Republikën e Shqipërisë janë të njëjta e me të njëjtat standarde me ato që tregtohen në secilin nga vendet e Bashkimit Evropian. Qofshin këto produkte vendese apo të importuara. Me miratimin e projekt ligjit, autorizimi për vendosje në treg dhe produkte biocide do të lëshohet vetëm për produkte biocide të prodhuara në vend, por të autorizuara paraprakisht në një nga vendet e Bashkimit Evropian, produkte biocide të importuara dhe të autorizuara paraprakisht në njërin nga vendet e Bashkimit Evropian, pavarësisht vendit të origjinës. Projekt ligji siguron vendosjen e një ekuilibri të drejtë, ku nga njëra anë rritet kontrolli dhe siguria, nga ana tjetër bizneset nuk rëndohen. Kemi propozuar adresimin e mangësive të ndeshura ndër vite, ku procedurat ligjore nuk ishin të qarta dhe proceset ishin të paparashikueshme. Për çdo subjekt që importon apo prodhon biocide, vendoset detyrimi për të patur një person teknik të kualifikuar, çka rrit profesionalizmin dhe shmang abuzimet që vijnë nga mungesa e ekspertizës. Kemi dëgjuar me vëmendje të gjitha shqetësimet e ngritura gjatë komisioneve parlamentare. Disa prej tyre lidhen me ngarkesën që mund të krijojnë vlerësimet laboratorike. Dua të theksoj se ligji e parashikon qartë që analizat kryhen vetëm kur ka dyshim të arsyeshëm për rrezik ose për cilësi të pamjaftueshme. Pra, nuk kemi të bëjmë me shpenzime të panevojshme për biznesin, por me një mekanizëm mbrojtës që aktivizohet vetëm kur kërkohet. E kjo është një garanci për sigurinë e qytetarëve. Po ashtu, afatet e zbatimit janë menduar në mënyrë realiste, duke krijuar një periudhë tranzitore që i jep kohë tregut të përshtatet natyrshëm me kërkesat e reja. Sa i përket administratës publike, Ministria ka nisur tashmë një proces trajnimi për inspektorët dhe për specialistët që do të jenë të përfshirë në zbatimin e ligjit. Ne sigurojmë se struktura është gati
Për të zbatuar këtë ligj me profesionalizëm dhe për të garantuar që çdo produkt i hedhur në treg të jetë i sigurt dhe i kontrolluar. Të nderuar deputet, ky projekt ligj sjell mbrojtje të drejtë për drejtë të shëndetit publik dhe njëkohësisht rrit cilësinë e produkteve që qarkullojnë në treg, duke krijuar konkurrencë të ndershme dhe duke shmangur hyrjen e produkteve të dyshimta që dëmtojnë konsumatorin dhe që ekuilibrojnë tregun. Në përfundim, me këtë projekt ligj, ne sjellim një model europian të kontrollit të sigurt. Ajo është një garanci për qytetarët, është një investim për sigurinë e familjeve tona, është një mburoj për shëndetin publik dhe një hap i qartë drejt modernizimit të tregut shqiptar. Sot, vendosim të garantojmë standarde europiane në një fushë që është thelbësore për cilësinë e jetës së qytetarëve. Faleminderit.